madhe. Në 83 vjetorin e lindjes së aktorit Rikard Ljarja, kujtimet për të rikthehen përmes atyre që ndan skenën. Dy aktorë shkodran, Agron Dizari dhe Merita Smaja, të cilët kanë bashkëpunuar me Ljarjen në shfaqjen e tij të fundit në teatrin Migjeni, shëngjon kryepremi në vitin 2009. Kujtojnë se ai spikati edhe në atë rol, duke interpretuar me mjeshtëri figurën e të zotit të shtëpisë dhe duke dëshmuar aftësitë e tij të veçanta në skenë. Aktori sigurisht për të realizuar rolin punon shumë dhe ai punoj shumë, sepse roli ishte mi moshën e tij. Pata fatin e madh që isha pjesë e asaj shfaqje edhe të kisha për krah edhe Rikard Ljarjen, ku e njoha më afër, sepse njiheshim, por ama kishim një njohje kështu të largët e vetëm biseda kur e kam marrë disa herë në intervistë kur punoja në televizion, por aty unë njoha njeriu Rikard. Dizari dhe Smaja ndalen te dimensioni njerëzor i aktorit, duke theksuar se edhe në ditët e fundit të jetës, Ljarja fliste vazhdimisht për Shkodrën dhe teatrin. Rikardi gjithmonë fliste për vazhdimsinë e teatrit Migjeni. Shkodrën e kishte në zemër, sepse vetëm po ta dëgjoje të fliste, ai fliste i gegnishte të bukur, ëmbël, që nuk mund ta bënte, domethënë, askush tjetër, përveç një shkodranit mirë që e do Shkodrën dhe që do këtë vend edhe artin. Rikard Ljarja mbetet një nga figurat më të dashura të skenës dhe ekranit shqiptar, ndërsa trashëgimia e tij artistike vijon të frymëzojë breza të tërë aktorësh dhe dashamirësisht të artit.